kryeministri i Kosovës del edhe me një farë mënyre, jo me një farë mënyre, po literalisht ty thotë që i bashkëpunëtori i Vučićit. Deputet që s'kanë mri mu zgjidh deputet, më kanë thonë hajtë se më qenë si ti marem kishartë me hynë këtë ndërtes. Na jemi ty folë për, nuk ka pas, do me thonë, nuk ka pas, tash mund dhe me thonë vetë vendosë që arë në masë o konë ma e madhe, për ashtu se grupi ma i madhë parlamentar. Po, pardonin për gjuhë, për dezinformime, për kaosin që është kaktu. Nuk mundesh me, se na vetu me vetë... Që të mandat s'moj, po të mandati para kësaj. Edhe sulmet fizike, gjujtjet me... Për parandalimin e votime. Na e përmenëm që visore që liderët e partive politike jenë përtretizu si bashkëpunëtor të Serbisë. Na e kemi deklaratën e kryeministrit gjatë mandatit që ka thonë që Vučićin e ka marrë malli për juve. Jo, se ka marrë malli, s'ka thonë ashtu. Tekstualisht, e ka thonë që ai po don apylyp juve me nënshkru, se me mu s'po don, me ju ka nënshkru. Po çështu diçka ka qenë, po do me thonë me thonë ka marrë malli, në kontekstin më emocional. Ka qenë në kontekstin e njëjtë. Po do me thonë që është dezinformuar. Në raport me dialog. Kryeministri edhe liderët e ushqejnë gjuhën që dëgju që mas nej kjo shtresa shumë fishohet në rrjetet sociale. Ajo ka qenë raport me shkrim marrëveshjes. Imagjinojeni kryeministri i Kosovës del edhe me një farë mënyre, jo me një farë mënyre, po literalisht ty thotë që i bashkëpunëtori i Vučićit. Se Vučići po të lyp ty me nënshkru, ti i bashkëpunëtori i Vučićit. Apo në veç me ditë, LDK-ja Mimozës kur ka folë me Radojčićin, a i ka thonë që shumë mire ki boha? Jo, si ka thonë që shumë. A ju keni gjujtë si shpion e Serbisë? Qysh? A pe pranojmë që ju keni gjujtë edhe jo si shpion e Serbisë? Jo LDK-ja ju keni gjujtë? Që shpion e Serbisë? Shpion e Serbisë nuk kena gjujtë absolutisht. Qa i keni gjujtë, si bashkëpunëtore? As bashkëpunëtore, si kishë. Qa i keni thonë? Jo, që të tregojnë që më kanë thonë, që unë tregoj që më kanë thonë, Parisi s'ka qenë aty. Shka Albin Kurti i ka thonë Parisi s'ka qenë aty që unë tregoj që më kanë thonë. Bile do deputet që s'kanë mri mu zgjidh deputet, më kanë thonë hajtë se më qenë si ti marem kishartë me hynë këtë ndërtes, ti mo kur s'kemi pa këtë foltore, këtë kuvend, live ti kemi pa veç përmes televizionit prej LDK-s, po nuk o zgjedha i deputet, Driton Selmana i ka qenë, ka thonë, do me thonë një konë... Deputet LDK-s me kryeministrin e Kosovës. Kryeministri i Kosovës, kur ta thot një fjallë ka shumë ma shumë pesh, ndikim edhe impact se so një deputet. Nuk mujna me barazu domin që bëhet kur një fjallë thot kryeministri i Kosovës e kur e thot një deputet i partisë së tretë.